12 janar. Fuqi dhe pastërti. Dhe mbas 6 ditësh, Jezusi mori me vete Pjetrin dhe Jakobin dhe Gjonin, vëllain e tij, dhe i çoi sipër në një mal të lartë, veçmas. Dhe ai u shndërrua përpara tyre, dhe fytyra e tij rrezatoi si dielli, dhe rrobat e tij u bën të bardha si drita. Mateu 17, 1-2. Siç sugjeruan dikur John Lennoni dhe Paul McCartney, ka vende të cilat do t'i kujtojmë gjatë gjithë jetës sonë. Sigurisht që Pietri, Jakobi dhe Gjoni do ta kishin konsideruar këtë shpat mali, ku ata pan shndërrimin e Krishtit, si një nga ato vende. Natyrisht që Pietri nuk e harroi kurrë atë. 2 Pietrit 1, 17-18. Çfarë ndodhi në shndërrimin e Jezusit? Fillimisht, këtu ndryshoi pamja e Jezusit. Fytyra e tij rrezatoi. Është e qartë se kjo nuk kishte të bënte me pastërtinë, por me transformimin e mbinatyrshëm. Kishte një shkëlqim rrezatues në fytyrën e tij, që Mateu mund ta përshkruante vetëm me fjalët si dielli. Rrobat e tij ishin të bardha si drita, më të bardha nga sa kemi parë ndonjëherë ju ose unë, gjë që tregonte për pastërtinë e pashoqe të qiellit. Një nga mënyrat se si beslidhja e vjetër e përshkruan Perëndin është si ai që mbështillet me dritë si të ishte një mantel. Psalmi 104, 2. Pikërisht, kështu duke Jezusi në majën e atij mali. Kush e bën diçka të tillë? Vetëm Perëndia. Nuk ishte rastësi, por një tregues që shndërrimi ishte jo vetëm një zbulesë nga Perëndia, por një zbulesë e vetë Perëndis. Në këtë skenë, Krishti e zbuloi në një mënyrë të pashoqe veten si Perëndi. Shkrimi na thotë se Jezusi është shkëlqimi i lavdisë dhe gjurmë e qenësisë së Perëndis. Hebrejve 1, 3. Megjithatë, kur ai hyri në botën tonë, lavdia e Perëndis u mbulua në natyrën e përulur njerëzore të Krishtit. Shndërrimi ishte ajo që John Calvini e quajti një shfaqje e përkohshme e lavdisë së tij. Ishte një heqje e vogël më njanë e perdes, një shfaqje e vogël në shpatin e malit dhe në mendjet e këtyre 3 dishepujve. Perëndia po i jepte Pietrit, Jakobit dhe Gjonit mundësi për të shijuar atë që ende nuk mund ta rroknin dot plotësisht, por që një ditë do ta shijonin përjetësisht. Kurdoherë që në shkrim ka një shfaqje të madhështisë së Perëndis, njerëzit shpesh reagojnë duke rënë me fytyrë për tokë. Dishepujt nuk ishin ndryshe, pasi reaguan të tmerruar. Por Jezusi u tha atyre me dashamirësi: "Çohuni dhe mos u friksoni." Mateu 17:7. Ai afrohemi i tij dhe unë Krishtit me një frikë të ngjashme, për shenjtërinë dhe transcendencën e tij të përsosur, mos vallë ka mundësi që, me raste, pikpamja jonë për Perëndin të jetë shumë e kufizuar? Eja para tij në një mënyrë të tillë që, ndërsa mendon për fuqinë dhe pastërtinë e tij, ta gjesh veten me fytyrë për tokë. Pastaj dëgjoj atë, në mëshirën e tij, të thotë: "Çohu, nuk ka pse të kesh frikë." Kjo është mënyra për të jetuar me mahnitje e gëzim sot dhe çdo ditë, derisa ta soditësh Zotin ton të lavdishëm me sytë e tu.